Live from Tirana në Top Albania Radio. Ju përshëndes të gjithëve nga pjesa e dytë e Live from Tirana 11:06 është ora eksakte në këtë moment dhe siç ju lajmëruam jemi tashmë një të ftuar shumë interesant për të bërë një bisedë në general, jo për një temë të saktuar, por për disa gjëra, kështu që na ndiqni sepse do të jetë një bisedë e këndshme për ta shijuar në këtë fillim jave në këtë të hënë të datës 26 janar 2026. Marko Musaj, mirë se vjen në Live from Tirana. Përshëndetje, mirë se gjeta. Si je ti? Mirë, faleminderit. Gëzohen. Faleminderit që më ke bërë pjesë të emisionit ta. Shumë kënaqësi. Patjetër, është kënaqësi edhe për të gjithë në fakt Live from Tirana trajton shumë çka. Për ta sqaruar pak për publikun, për të gjithë ato që e kanë harruar, ti para sa vitesh? Para besoj 3 vjetësh tani, para 3 vitesh ke qenë konkurrent për një kohë shumë të shkurtër në programin ku njerëzit kërkojnë të gjejnë burr ose grua në televizion, pra kur ose thënë ndryshe në mënyrë më të bukur, më romantike, kërkojnë të gjejnë shpirtin e tyre binjak. Zakonisht ndodh që nuk e gjejnë, por ndodh dhe që e gjejnë. Ti sa qëndrove? Unë kam qëndruar aty rreth 3 javë xhirimesh. Domethënë 3 javë gati 3 javë në program. M'pas i ke. Çfarë ndodhi? Pas vendosa që të largohem nga emisioni për arsye se nuk e gjeja veten as me konkurrentët që ishin aty, ishin pak not my type, a kupton? Ishin pak shumë ndryshe nga stili i femrës time ideale, a kupton? I përshtatet pa. Po, dhe vendosa që më mirë mos me e vazhdu si eksperiencë se una ose jam real 100% ose nuk jam fare, a kupton? Nuk mund. Mos u bë ti si Baby G që duhet të të përkthejmë të të vendosim titra. Flasim more shqip. Flasim shqip. Aha. Edhe kjo ishte arsye kryesore, plus që edhe me punën e kisha pak të vështirë, po që kryesorja ishte fakti që una nuk gjeta dot shpirtin tim binjak. Domethënë nuk kishte një gos aty për të cilën mund të të motivonte për të qëndruar në programe dhe për të vazhduar garën e thonjza mes motiv. Unë kur hyra aty normalisht i njihja gjithë konkurrentët, e kupton? Unë i dija kush ishte, dija i kisha pa, e kisha ndjek. Dakor, por tjetër gjë është nga ekrani dhe tjetër energji më nga afër. Doja dilja këtu sepse kur hyn aty është një eksperiencë ndryshe, është diçka që nuk e përjeton dot nga televizori, edhe gjithashtu njefesh edhe me personazhet e tjerë, edhe i njeh ato më në brendësi, shef si komunikojnë, sepse nga televizori të krijon një imazh tjetër të atyre, po në kokën tënde del diçka tjetër, kupton? Çfarë mban mend nga edicion? Nga edicion kur u futu për të parë në sken. Kush ka qenë opinionista të vit, Arjani dhe Neda. Dhe Neda, i përshëndes shoh. Po që my man intervistën. My man, ti nga Elbasani. Ta sqarojmë pak frate. Ta sqarojmë pak publikun. Unë nga Elbasani. Edhe nga my man intervistën, që ka qenë shumë e këndshme. My man hyrjen time që ka qenë emocionet më të forta që unë kam përjetuar ndonjëherë. Hyr nga dy brenda. Vetëm ajo rruga që kam bë nga backstage për të hyrë edhe për dalë aty, tu ik tu taku Borën në Arjani, a kuptoni hera parë në televizor, thash me vetë çfarë jam të bëj. Pra se jam shumë kurioz se sigurisht edhe un kam pasur një moment që kam pasur herën time të parë në një televizion, po you know. Po edhe e kam harruar pak tani se u bën shumë vite, po që. Po më thuaj pak ti, domethënë se jam shumë kurioz për herën e parë në televizion. Ka kuptoti hyj aty mrena thu me vete nga erdha. Ku ke qesh jam këtu, a kupton se në atë kohë përputhen ka qenë emision goxha i ndjekur. Jo se s'është tani, po ka qenë shumë i ndjekur në atë kohë, ka pas audiencë, ka qenë goxha on top si show. Plus që ishte viti që sapo u bë dhe Big Brother, domethënë shumë viral që u bë. Edhe ishte media, çdo gjë, domethënë njerëzit ishin gjithë aty, ke media, ke social media. Ishte koha e reality. Po, ishte ajo koha dhe ishte shumë e çuditshme, domethënë çish arrita, domethënë. Si të pritën aty në studio? Thënë vërtetë nuk
kam shumë kujtime të bukura nga ajo pritja ime se shkoj në studio aty dhe ma bë Arjan Konomi, po ti çaj je sportelist aksioner apo diçka se çam thoa, I was like, well, you say, Arjani çaj të thon. Po çfarë Njihet për natyrën e tij. Njihet, unë prisja. Pastaj televizioni, prandaj janë dhe këto momente për të kuptuar sa ti e përballon televizionin. Në të si përballove ti atë moment, çfarë the Arjanit? Ato moment më thon drejtën, unë doja ta lija, kupton, isha tu thon me vete, vetëm lini rahat u plak se nuk po e përballoj dot. Ishte shumë emocion, po merresh e fryma, nuk e di, kisha shumë menime në kokë. Maybe ishte pak herët për mua. Po, mbase ishte pak herët për mua të hyja direkte. Po tani që kanë kaluar 3 vitet, ka marrë malli për ekranin dhe thën kjo, e do pjesën e të qenurit një personazh që del në media, që I jep mundësinë publikut të gjykojë jetën tënde, se domethënë njerëzit nuk e dinë, mendojnë që bëhet shumë qef, por një nga kostot më të mëdha të qenurit personazh publik është të japësh mundësinë se nuk e zgjidhje tjetër. Pra, ti e merr jetën tënde, e hedh në këtë lëmin mediatik dhe të gjithë pa dogan mund të thonë ç'të duan. Është shumë e vërtetë. Shikoj. E do mo këtë pjesën e medias? Ja të bëj një analizë. Tani gjithmonë njerëz. Ky emision sot do quhet jo Live from Tirana, por Live from Elbasani. Live from Elbasani. Edhe gjithmonë njerëzit domethënë kur nuk e kanë përjetuar ndonjëherë këtë si eksperiencë, janë në kërkimin e vëmendjes në mënyra të ndryshme. A kupton, ke njerëz që kërkojnë vëmendjen edhe duke u hequr sikur janë të smur vetëm për të marrë pak vëmendje. Ke shumë njerëz që kërkojnë vëmendje në mënyra të ndryshme. Edhe kjo është shumë e vërtetë. Edhe se ka dhe njerëz që bëjnë si të smur për të marrë vëmendje? Po. Domethënë në përditshmëri flasim, a kupton? Jo që të bahen kështu, po që kërkojnë vëmendje, kupton, çdo njeri kërkon atë vëmendjen, atë natyra njerëzore. Natyra njerëzore kërkon atë vlerësimin, atë që aprovimin. Edhe në momentin që unë kam filluar këtë gjëra, kam filluar nga rrjetet sociale, fillova të bëj TikTok atëherë, më doli një rast që u bëra goxha viral dhe nga ajo fillova të ekspozuj jetën time çdo ditë. E kupton, tu bë video, bëja video në një herë lip syncing, e kupton, isha në fillimet e TikTokut, bësha video, I don't know why, po I bësha, e kupton. Edhe u mësova me atë, arrita në një fazë pastaj që hyra dhe ke përputhen, edhe mas përputhen, domethënë erdhja ajo goditja, domethënë që bëhesh pak personazh më I njohur edhe të njohin domethënë më shumë se thjesht rrjetet sociale. Përpara se të shkojmë në reklama dhe të rikthehemi shumë shpejt në program për të diskutuar gjëra shumë të tjera interesante. Me që një çun që ka eksploruar përputhen dhe këtë vit është një tjetër djalë që ka eksploruar përputhen dhe tashmë po eksploron Big Brotherin. Më thuaj vetëm një koment për Casey. Tek koment. Në veriçë. Publicitet.